Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte tha të martën e Prishtinës se aleanca ushtarake perëndimore është e përkushtuar për sigurinë në Kosovë dhe qëndrueshmërinë në rajon, ndërsa theksoi se bisedimet Kosovë-Serbi janë e vetmja mënyrë për zgjidhjen e çështjeve të hapura ndërmjet tyre. Ai bëri këto komente gjatë vizitës në Kosovë, përgjatë së cilës u takua me udhëheqësit vendas dhe trupat paqëruese të udhëhequr nga NATO-ja, që janë misioni më i madh dhe më afatgjatë i aleancës. Aktualisht rreth 4600 trupa të NATO-s kujdesen për sigurinë në Kosovë, në mesin e tyre rreth 600 trupa janë nga Shtetet e Bashkuara. Sekretari Rutte tha se një rajon i sigurt i Ballkanit nënkupton më shumë siguri gjithandej zonës euroatlantike. Decades of hard-won peace must not be jeopardized. Dekadat e paqes arritur me vështirësi nuk duhet të rrezikohen. KFOR-i është plotësisht i gatshëm për të përballur me çfarëdo zhvillimi që ka të bëjë me sigurinë. Në këtë kuadër ne presim të vazhdojmë bashkëpunimin ndërmjet Prishtinës dhe KFOR-it në pajtim me përkushtimin prej dekadash, tha zoti Rutte, duke nënvizuar se qëndrueshmëria e rajonit varet nga të gjitha palët që duhet të zgjidhen diplomacinë në vend të dhunës. The solution to long-standing peace is political. In this respect, zgjidhja për paqe afatgjatë është politike, tha zoti Rutte, duke theksuar se NATO-ja do të vazhdojë të mbështesë normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës të udhëhequr nga Bashkimi Evropian. Kjo, tha ai, është rruga e vetme për të zgjidhur çështjet e hapura dhe për siguruar një të ardhme të qëndrueshme dhe respektimin të drejtave të gjitha komuniteteve. And to move this dialogue forward, both sides must show flexibility. Për ta quar këtë dialog përpara, të dyja palët duhet të tregojnë fleksibilitet, të bëjnë kompromiset e nevojshme dhe të përqendrohen në përfitimet afatgjata, tha ai. Normalizimi sjell më shumë qëndrueshmëri dhe siguri për mbar rajonin, tha sekretari Rutte, i cili arriti në Prishtinë pas një vizite në Bosnjë, mes një periudhe tensionesh pasi Republika Serbe miratoi ligje që ndalojnë gjyqësorin dhe policinë shtetërore të Bosnjës të veprojnë në territorin e atij entiteti. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.